është çështje një populli që në vitin 2013 e kishte moshën mesatare 32.5 vjeç, sot në 2026 e ka 44 vjeç. Shqipëria po plaket me ritme të frikshme, Shqipëria po zbrazet me ritme të frikshme, dhe paramendoni çfarë do të ndodhë nëse ata e kalojnë këtë situatë dhe nuk bien, edhe pse janë kapur gafil duke vjedhur lekë e këtij populli. Ne e dinim të gjithë, por nuk e kishim të dokumentuar si sot. E nëse Edi Rama e kalon dhe këtë dauk, duke mos u rrëzuar edhe pse ka vjedhur hapur paratë e këtij vendi, më thoni ju mua për çfarë do bjerë maj? Se si vodhi 200 milion, si vodhi 400 milion, kush do organizohet pastaj? Për çfarë mund të rrëzohet një qeveri nëse nuk rrëzohet kur kape duke e vjedhur një vend? Ju të gjithë keni punën tuaj, ju të gjithë organizoheni, shkoni çdo ditë në punë, punoni, lodheni kot. Do thoni pse na thua kështu? Lodheni kot. Sepse po ishte baba i shtëpisë Hajdut, kot sa punojnë fëmijët, kot sa punon bashkëshortja. Nëse ju punonin për diçmëri dhe ata vjedhin në përditshmëri, ajo nuk ka duk. Punoni sa të doni ju, ata vjedhin. Lodhuni sa të doni ju, ata vjedhin. Përpiquni sa të doni ju, ata vjedhin. Dhe puna është që Oreksi ishte bërë shumë i madh. Me një mesazh 53 milion euro. Me 2 firma 100 milion euro. A e përbaoni dot më këtë histori? A mund të jeni ju skllëvrit e atyre që kanë vendosur një standard të pa imagjinueshëm të vjedhjes? Dikur në bulevard u vran 4 njerëz për 700.000 euro të qelbura. Ato si janë të qelbura, po sot ashtu duken si para xhepi. Për 700.000 euro u dogj Tirana dhe u vran 4 njerëz. Ndërkohë sot vetëm në një mesazh 53 milion euro. Dhe unë sot kërkoj nga ju të çojmë në këmbë përballë kësaj barbarie që po ndodh. Përballë atyre që po na vrasin shpresën përfundimisht. Nuk është e lehtë kjo që po bëjmë, po është domosdoshmëri. Është nevojë, nuk është zgjedhje. Të rrimet për